Përdoreni hithrën në këtë mënyrë dhe nuk do të vuani kurrë nga këto sëmundje. Hithra është e njohur si urtja dionika në latinisht dhe ka një trashëgimi të pasur bimore. Hithra ka qenë e përdorur si diuretik që në kohët e mesjetës në Europë. Një filxhan çaj me hithra përmban vitaminat A, B, K, riboflavin, niacin, folat, karbohidrate, yndyrna, proteina dhe gjithashtu është e pasur me të mira minerale, të tilla si kalciumi, hekuri, kaliumi, fosfori, mangani, zinku, bakri dhe magnezi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ju ndoshta mund ta keni përgatitur lëngun e hithrave në përditshmërinë tuaj, por në këtë video do të njiheni me përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i kësaj bime dhe rezultatet fantastike që do të merrni në organizëm. Sipas Healthline, këto janë përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i hithrave. Ato parandalojnë formimin e gurëve në veshka dhe parandalojnë gjithashtu problemet e traktit urinar. Lëngu i hithrave është një diuretik i mirë natyror që lejon rrjedhjen e duhur të lëngjeve në veshka dhe në fshikës, duke parandaluar kështu edhe formimin e gurëve në veshka. Ajo mund të trajtojë infeksionet e traktit urinar dhe të lehtësojë edhe komplikacionet e tij. Ndaj përdoreni këtë bimë në të mirë të shëndetit tuaj dhe do të lehtësoni problemet, sidomos edhe të formimit të gurëve në veshka. Ajo mund të trajtojë gjithashtu komplikacionet që i kanosen në mënyrë të pakontrolluar shëndetit tuaj. Hithra lehtëson dhimbjet e gjymtyrëve dhe të muskujve. Hithra ka qenë e përdorur që në kohët e lashta për trajtimin e problemeve të artritit. Ajo ka veti të mira antiinflamatore dhe redukton gjithashtu dhimbjet e muskujve. Lehtëson ekzema dhe probleme të tjera të lëkurës. Për shkak të vetive që ka antibakteriale, ajo lehtëson gjithashtu edhe problemet e lëkurës dhe lehtëson edhe problemin e toksinave të organizmit. Hithra është një përzgjedhje mirë ushqyese që mund të mbajë larg komplikacionet dhe mbi të gjitha të japë rezultate fantastike në reduktimin e shqetësimeve tuaja. Për shkak të vetive që ka, hithra është një eliminues i toksinave të lëkurës dhe lehtëson irritimet e saj. Hithra parandalon dhe lehtëson alergjitë. Lëngu i hithrave mund të lehtësojë alergjitë që ndodhin për shkak të ndryshimeve sezonale si kruajtjet e rinititit dhe të shtimën. Është një tonik shumë i mirë edhe për femrat. Lëngu i hithrave është i pasur me minerale të tilla si hekuri që ndihmojnë në luftimin e problemeve të anemisë. Gratë shtatzana duhet ta përdorin lëngun e hithrës për të parandaluar problemet e tyre edhe për të përmirësuar gjendjen, por gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar gjithashtu komplikacionet që mund të keni. Hithra është një bimë fuqiplot edhe për lehtësimin e problemeve të tretjes. Mund të konsumoni lëngun e hithrave në mënyrë që të parandaloni problemet e dispepsisë, të vjellat, kollitjen, parazitët dhe problemet të traktit tretës. Hithra është një bimë fantastike që mund të japë rezultate të mira edhe në uljen e niveleve të kolesterolit në trupin tuaj. Hithra përmban sistosterol. Ky përbërës ndihmon në thithjen e kolesterolit të keq dhe siguron të keni një zemër më të shëndetshme. Hithra gjithashtu do të ruajë edhe strukturën e duhur të qelizave. Hithra është një bimë shumë e mirë në dobi të vlerave të organizmit që mund të mbajë larg komplikacionet e tij. Hithra është e pasur me flavonoide si quercetin, të cilat janë antioksidant të shkëlqyer dhe mund të parandalojnë komplikacionet që i kanosen shëndetit tuaj. Hithra është një bimë shumë e mirë edhe për persona të cilët do vuajnë gjithashtu nga diabeti edhe presioni i lartë i gjakut. Lëngu i hithrës mund të ulë nivelet e sheqerit dhe glicemisë në gjak. Ajo ka veti të mira diuretike të cilat ndihmojnë në mbajtjen e presionit të gjakut në nivele të duhura dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hithra do të reduktojë edhe probleme të ndryshme, sidomos do të përmirësojë edhe vlerat e higjienës orale. Përdoreni lëngun e hithrës në formë gargare në mënyrë që të pastroni gojën nga bakteriet e dëmshme që çojnë në prishjen e dhëmbëve dhe krijojnë komplikacione të tyre. Kjo bimë është efikase në lehtësimin e problemeve të tilla dhe mund të rrisë gjithashtu rezistencën e organizmit. Por duhet të keni kujdes.
Persona të cilët kanë probleme me stomakun, grashtatzana dhe fëmijët, duhet të konsultojnë me mjekun përpara se ta përdorin hithrën dhe lëngun e saj si bimë medicinale. Jo të gjithë personat reagojnë në mënyrë të njëjtë nga përdorimi i saj. Sipas Healthline, përdorimi i hithrave me kujdes mund të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të shëndetit, për sa kohë nuk e teproni dhe konsumoni atë në formën e saj natyrale. Hithra është një bimë që mund t'i japë shumë përfitime, por duhet të keni kujdes në mënyrën se si e përdorni, sidomos nëse përdorni medikamente të caktuara. Hithra është e dobishme nëse vuani nga ekzema, dhimbjet e kokës, reumatizma dhe artriti. Përveç kësaj, gjethet e saj korren dhe thahen në kohë. Janë të pasura me nivele shumë të mira të hekurit, prandaj përdoren gjithashtu edhe për shkak të përmbajtjes së lartë të ushqyesve që ato bartin. Hithra në mjekësinë popullore konsiderohet se forcon gjakun, kështu përdoret edhe në rastin e mungesës së energjisë dhe të lodhjes së shpejtë. Hithra përmban vitamina dhe minerale, prandaj edhe herbalistët e konsiderojnë një kompleks natyral, multimineral dhe multivitamina. Kjo është një arsye pse kjo bimë e çmuar përdoret në rastin e rënies së flokut dhe të zbogthit, në formën e problemeve të cilat mund t'i lehtësojnë me tinktur me fërkimin e rënjes në flok, por edhe si çaj në tretësira për përdorime të brendshme. Rënja e flokëve është një efekt anësor i zakonshëm i anemisë, kështu që hithra e pasur me hekur ndihmon në zgjidhjen e shkaktuar të këtyre problemeve. Përveç hekurit, hithra përmban edhe acid silici, i cili është një element i domosdoshëm në lëkurë dhe në flok. Prandaj hithra përdoret me sukses edhe kundër problemeve të herpesit, akneve dhe kërpullave të lëkurës. Hithra përdoret gjithashtu edhe në rastin e gastritit, problemeve të frymëmarrjes dhe problemeve të ngjashme. Hithra stimulon punën e organeve të tretjes, sekretimin e gjendrave gastrike, punën e mëlçisë, tëmthit, shpretkës dhe pankreasit. Kontribuon gjithashtu në rregullimin e niveleve të sheqerit në trup. Gjithashtu besohet se zvogëlon kolesterolin e keq dhe ka një tendencë për të reduktuar gjithashtu gjakderdhjet dhe problemet menstruale, sidomos edhe problemet e fytit dhe të hundës. Hithra është një bimë e cila mund t'i japë përfitime të larmishme në dobi të vlerave të shëndetit. Për sa kohë ajo përdoret në kujdesin e dur dhe në formën e saj natyrale, ndikimi që kjo bimë do të ketë për organizmin do të jetë i menjëhershëm dhe fuqiplot. Përdoreni atë me kujdes dhe brenda normës së lejuar në mënyrë që të merrni përfitimet e larmishme të saj. Gjethet e hithrës janë një nga burimet më të mira të antioksidantëve si vitamina C, të cilat do të reduktojnë numrin e molekulave të dëmshme të quajtura kryesisht radikalet e lira në sistemin tuaj. Hithra rekomandohet për një sër përfitimesh të rëndësishme, duke përfshirë lehtësimin e problemeve siç është për shembull edhe artriti. Gjethet e hithrës ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve dhe inflamacioneve të kyçeve. Disa studime kanë treguar se njerëzit që kanë dhimbje mund të përdorin hithrën për të lehtësuar komplikacionet e tyre dhe për t'i siguruar shëndetit një mbrojtje më të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Përdorime të tilla të hithrës do t'japin rezultate konkrete pozitive edhe do të mbajnë larg edhe shqetësimet që i kanosen organizmit tuaj. Hithra është një bimë fantastike me vlera të larta ushqyese. Për sa kohë ajo përdoren në kujdesin e dur dhe në mbikëqyrjen e ekspertëve, do të jetë më e lehtë që të merrni anën e saj pozitive në dobi të shëndetit tuaj. Hithra është një menaxhuese shumë e mirë dhe luhatjeve të sheqerit në trup, duke siguruar një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe duke parandaluar gjithashtu edhe krijimin e komplikacioneve të tij. Hithra do të përmirësojë edhe frymëmarrjen. Hithra është e përdorur prej kohësh në mjekësinë popullore për të ndihmuar kundër alergjive dhe problemeve sezonale. Është një bimë që mund t'i japë shumë përfitime në dobi të shëndetit edhe mund të përdoret në forma nga më të ndryshmet. Këshillohet në gatim ose në formën e çajit ose lëngut të saj për të dhënë rezultate të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Sigurohuni ta përdorni me kujdes dhe ndikimi që do të keni në organizëm do të jetë menjëhershëm dhe fuqiplot. Vëmendje, ju bëjmë dijer se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
edhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.